Ne kemi disa veçori, disa karakteristika të cilat na veçojnë në festat tona. Pra festat tona nuk janë thjesht për ngrënie dhe pirje dhe për gëzim, po kanë disa objektiva në vetvete dhe kanë disa karakteristika. Prej tyre është në festat tona ne kemi adhurim kashi Allahut subhanahu wa taala. Pra në festave u bashkojmë adhurimet e bukura, format e ndryshme të adhurimit për kë? Vetëm për krijuesin ton Jalla wa Ala. Në Fitr Bajramin festojmë pas një muaj agjërim. Pasi kemi kryer agjërimin, atëherë festojmë Fitr Bajram. Po kështu nxjerrim sadakan e fitrit apo zakatin e fitrit. Për Kurban Bajramin falim namazin po kështu. Dhe për Fitr Bajramin falim namazin po kështu. Po kështu thërim Kurbanin për Kurban Bajramin. Bëjmë tekbire, falenderojmë Allahun Jalla wa Ala kështu më radh. Po kështu kemi tekbire gjatë bajrameve. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë që na ka dhënë. Falenderojmë Allahun për një muaj që agjëruam. Falenderojmë Allahun Jalla wa Ala për punët e mira gjatë ditësit të Dhulhijhes. Edhe Allahu subhanahu wa taala thotë: "Ta madhroni Allahun me tekbir për faktin që ai ju ka udhëzuar juve." Pra e falenderojmë Allahun, e madhrojmë atë me tekbir për të gjitha mirësitë që na i ka falur. Dhe mirësia më e madhe është mirësia e udhëzimit në këtë fe. Në festat tona, në bajramet tona, po kështu dhe ditën e Xuma, vjet re unifikimi mes besimtarëve. Pra besimtarët i fillojnë adhurimet bashkë dhe i mbarojnë bashkë. E falin bashkë namazin e bajramit Kurbanit, e bëjnë bashkë haxhin. Janë bashkë në Arafat. Besimtarët dalin të unifikuar për në musalla, në vendin e faljes, ku dalin të gjithë besimtarët dhe besimtarët, i madh dhe i vogël, burrat dhe gratë, dalim të gjithë. Falemi, madje dhe ato që nuk falen, prezantojnë faljen dhe falenderimin e besimtarëve. Pse e gjitha kjo? Vetëm për të realizuar këtë objektiv të madh që është unifikimi mes besimtarëve musliman.